Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër dhe motra të dashur në Islam, familja ime e nderuar, në këtë periudhë të fund të vitit dëshiroj që drejtohem me një këshill të butë dhe plot dashuri që vjen nga thellësia e zemrës. Sepse këshilla është pjesë e fesë tonë dhe Allahu Teala thot në Kur'an që ka kuptimin jeni ummeti më i mirë, e urdhëroni të mirën, e ndaloni të keqen dhe besoni në Allahun. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ashtu ka thonë që ka kuptimin kush për juve e shet të keqen, le ta ndryshoj atë me dorën e tij. Nëse nuk mundet, le ta ndryshoj me gjuhën e tij. E nëse nuk mundet, le ta urrej atë me zemër. Dhe kjo është minimumi që kërkohet. Sot, fatkeqësisht, shumë musliman ndonjëherë nga zakoni ose nga imitimi marrin pjesë në praktikat e fund të vitit, siç janë zbukurimet e mrenshme, bredhi, babadimri, festimet e 24-25 dhjetorit apo 31 dhjetorit. Megjithatë në Islam këto praktika nuk janë të ligjëruara. Feja jonë na ka dhënë festa të plota, siç janë Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Fitr Bajrami apo Kurban Bajrami. Allahu Tebareke ve Teala thot në Kur'an që ka kuptimin pasha kohën, njeriu është me të vërtet në humbje, përveç atyre që besuan, që bëjnë vepra të mira, e urdhërojnë njëri tjetrin në të vërtetën dhe u këshilluan për durim. Nuk kemi kohë për me humbë në këtë jetë, sepse koha po shkon shumë shpejt, e kështu që kemi nevojë këshilla vazhdimisht dhe kemi nevojë për më përmirësu në mënyrë që të përgatitëm bagazhin për ahiret. Për sjelljet tona aktuale, kur i imitojmë jo besimtarët për këtë çështje, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë që do të thotë kush i imiton një popull është prej tyre. E kjo do të thotë se në Islam nuk bëjmë praktikat që janë të veçanta për jo besimtarët apo janë të veçanta për mëkatarët të mëdhej. E kur thot pejgamberi alayhi salatu wassalam është prej tyre, kush i imiton një popull është prej tyre, mund të nënkuptojnë se ka kryer një mëkat të madh ose në rast të caktuara mund të çon drejt mos besimit nëse akti përmban elemente të kufrit. Kështu që muslimani nuk i ndjek, nuk i përcjell traditat e jo muslimanëve. E këtë gjendjen e sotme, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, ka folur për këtë epokë, ka thënë që ka kuptimin do të vinë një kohë kur shumë nga ummeti im do të ndjekin zakonet e jo muslimanëve hap pas hapi, deri në pikën që edhe nëse hynë në vrimën e hardhucës, ata do t'i ndjekin ato. Çka është origjina e bredhit? Origjina e bredhit është një traditë parakristiane, jo muslimane. Bredhi i zbukuruar ka ekzistuar shumë përpara krishterizmit tek popujt gjermanik, kelt dhe skandinav. Ai ka pas disa simbole, sikur jetën gjatë dimrit, rilindjes pas solstisit dhe kështu tjera domethënie për ta. Më vonë, disa kultura të krishtera e morën si traditë kulturore dhe në kohët moderne u kthyen në një element dekorativ tregtar. Prandaj nuk ka asnjë lidhje fetare me Islamin. Origjina e babadimrit është një krijim kulturor dhe tregtar. Babadimri nuk ka origjinë islame dhe madje as në krishterizëm nuk është simbol i tyre.
A I vjen nga, si që thujnë këta, shajta shënkull, vjen ashtu nga mitologjia skandinave, nga transformimi amerikan në shekullin e 19 dhe popularizmi tregtar, veçanërisht reklamat e shekullit 20. Sot është një figurë imagjinare, kulturore dhe komerciale. Pra pse këtu këshilla? Këtu këshilla sepse Allahu Teala na ka nderuar me një fe të përsusur, me festat dhe simbolet e tij. Ky mesazh është një ftesë për të reflektuar, për të mbrojtur identitetin tonë fetar, për të edukuar fëmijët me bukurinë e Islamit, për të shmangur imitimin e verbër, për të kthyer te ajo që ka sjell profeti jon sallallahu alaihi wasallam, që është shembull I përsosur. Vëllezër të nderuar, motra të nderuara, është detyrë për ne të marrim shembull nga pejgamberi alaihi salatu wasalam, ashtu dhe shokët e tij të nderuar, të cilët këshillonin njëri tjetrin duke kërkuar kënaqësinë e Allahut. Secili prej tyre ishte si pasqyre për vëllaun e tij, e donte për të atë që e donte për vetveten. Kur shitet tek ai një mangësi, e këshillonte me sinqeritet, dhe ai që merrte këshillën nuk tregonte mendjemadhësi, sepse dinte se zbatimi I këshillës ishte në dobinë e tij. Kështu që këshilla ime nga thellësia e zemrës dhe amaneti im për personat e dashur është që të mësojnë fenë, të përforcojnë besimin e tyre në Allahun Teala, mos t'i jepin të gjajshëm apo të barabartë, mos të cilësojnë Allahun me cilësi që nuk janë të dënja për të, letërujnë imanin dhe forcojnë imanin, të mësojnë obligimet fetare, ndalesat dhe t'i përmbahen këto ligje. Allahu Teala na ruajt nga zjarmi I xhehenamit, na bashkoft në të mirën, na mundsoft më përmirësu, përgatit siç duhet për ahiret. Ashtu I lutemi Allahut të na jap forcën për ta zbatuar këtë, të na ruaj neve dhe familjet tona. Allahu Teala na ruajt nga debelizmi, ignoranca dhe devijimi. Allahu na ndriçoft zemrat, na shtoj dituri, devotshmëri, na bashkoft në të mirën dhe na jep në përfundim sa më të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi I takon Allah.